Nuk duhet të harrohen legjendat si Fadil Vokri. Fadil Vokrit fitun 3-0. Data 9 është një datë të dhimbshme. Sot është një ditë shumë emocionuese, është pikëlluese për këtë shtetin e Kosovës, për këtë qytetarët e Kosovës, për këtë futbolldashtit, për këtë komitetin sportiv të futbollit. Ishte një datë, data 9 ishte një datë të dhimbshme, por ne ishte një ikje papritshme. Legjendës tonë, presidentit tonë historik Fadil Vokri, një njeri i cili do të mbetet gjithmonë në analet e historisë të futbollit kosovar dhe mbar shqiptar, duke ditur se fal kontributit i, fal angazhimit i, fal menaxhimit i që ka pas, ka rritë që në momentet vendimtare Kosovën dhe futbollin e Kosovës ta kthejnë në arenën ndërkombëtare. Mendoj do të thotë që fal kontributit Fadilit dhe fal bagazhi që ka pas si personalitet, si futbollist, në arenën ndërkombëtare ka bërë që natë pranumin e FIFA në UEFA, dhe mendoj shkurja tina e papritshme është e dhimbshme, por gjithmonë duhet t'jem krenar që kena pas një legjend si Fadil Vokri. Nuk duhet të harrohen legjendat si Fadil Vokri. Komunikimin e fundit që kam pas me Fadil Vokrin, më të them ishëm në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe më tha Batatin jem duke shkuar për kishte ato ku do të humbi jetën. Tha jem duke shkuar në fitness. Edhe në zyre thash, president thash me pas kujdes që aplikon fitnessin, tha pse Batatin, thash me pas kujdes të gjithmonë sportistat dhe futbollistat të maj, ata që mirë me aktivitet sportive, kur ta lan futbollin dhe aktivitetin sportiv, du të kenë kujdes se si do t'i qasen pjesës të fizike, apo pjesës ngarkesa fizike në fitness. Thash se baza asaj që në kom lexuar për shumë literatura shkencore sportive është gjëja më rrezikshme do të thotë kur e përfundon karrierën si sportist, por një kohë pauzon dhe pastaj kthehesh në aktivitetet fizike. Por asysh atë do të thotë mund të kesh edhe probleme të tjera që mund të edhe vinë të një problem shumë i madh. Në momenti që nuk e harroj kur, domethënë unë isha në klubin e futbollit Partizanit Beogradit. Mbas dikun 7 muaj nga Prishtina kaloj në Partizan Beogradit edhe Fadil Vokri ku ishëm bashkëlojtar në Beograd. Kishëm futbolli ka një jetë shumë vështirë, domethënë i larg shumë gjithmonë larg familjes. Kështu që ju luta Fadilit kishëm në ndeshje me Slobodën e Tuzlës në Bosnë e Hercegovinë. I thash Fadil, mbas loje jem mërzit, po ecëm mbas loje për Kosovë, po shkojmë të familje. Tha ista që fitojnë asot, tha po shkojmë. Fal Fadil Vokrit, fitujmë 3-0, 2 golla i boni Fadil Vokri, edhe po tam gëzimin më të madh që kom pas atëherë në Shajri në atë kohë, e kom pas kur fitujmë 3-0, po ashtu edhe Fadili i boni 2 gola shumë bukur, kështu që onesëm në herë mbas loje erdhëm dikon kemi 3-4 orë me familjet tona në Kosovë dhe të kthehemi përsëri për me vazhdu përgatitje për ndeshje tjera. Ishte një person si futbollist jashtëzakonisht i famshëm, po edhe si president i një institucioni shumë të madh këtu te na, domethënë Federatës Futbollit të Kosovës, të cilën e udhëheqi me plot sukses dhe e la në duart shumë të sigurta me pasardhësit e tij, të cilët gjithë futbollistët mbar, domethënë jo vetëm të Kosovës, por edhe në diasporë që në të lindën, kosovarë që në të lindën, janë duke ecë përpara fal punës që po bëhet, është bom në krye me Fadil Vokrin edhe tash po bëhet në krye me Agim Ademin.